Një aksident zinxhir me pasoja të rënda ka ndodhur pas ditën e sotme në Vlorë, ku një automjet tip Mercedes-Benz ML, i drejtuar nga shtetasi Kelian Llakaj, ka shkaktuar një seri përplasjesh, duke vënë në rrezik jetën e qytetarëve dhe efektivëve të policisë. Ngjarja nisi në rreth rrotullimin e Çoles, ku Llakaj, në gjendje të dehur, përplasi një automjet të markës Toyota, të drejtuar nga shtetasi Redion Skëndo. Në vend që të ndalonte, ai u largua me shpejtësi nga skena e aksidentit, duke vijuar rrugën në drejtim të qytetit. Pak minuta më vonë, në rrugën Gjergj Kastrioti, pranë zonës së njohur si Vola, ai përplasi një tjetër automjet tip Ford, të drejtuar nga Adelina Jusnikasaj Kosta, punonjëse i EVP Vlorë. Fatmirësisht, ajo ka mbetur jashtë rrezikut për jetën, por automjeti i saj pësoi dëmtime të konsiderueshme. Drejtuesi i makinës nuk u ndal as pas këtij aksidenti. Ai vijoi aratisje në drejtim të Zvërnecit, ndërsa policia ishte vënë tashmë në ndjekje. Për më shumë se 30 minuta, efektivët e komisariatit të Vlorës dhe drejtoria vendore e policisë tentuan ta neutralizojnë, por ai vijoi lëvizjen me shpejtësi dhe neglizhencë ekstreme. Kulmi i incidentit ndodhi kur Llakaj përplasi një motomjet të forcave Shigjeta, si dhe një automjet të forcave Shqiponja, duke vënë seriozisht në rrezik jetën e efektivëve. Përplasja e fortë bëri që një nga automjetet e policisë të devijonte nga rruga, ndërsa ai nuk ndaloi duke shkaktuar panik në zonë. Pas përpjekjeve të shumta ai u arrestua nga forcat e rendit. Sipas testit të alkoolit, rezultoi në gjendje të rëndë të dehur me një nivel shumë herë mbi normën e lejuar. Kelian Llakaj tashmë do të përballet me disa akuza të rënda, përfshirë drejtimin e mjetit në gjendje të dehur, largimin nga vendi i aksidentit, pengimin e forcave të rendit dhe vënien në rrezik të jetës së efektivëve të policisë. Ndërkohë hetimet vazhdojnë për të zbuluar nëse ai mund të ketë qenë i përfshirë edhe në shkelje të tjera, ndërsa policia bën apel për tolerancë zero ndaj drejtuesve të papërgjegjshëm që rrezikojnë jetën e qytetarëve.